Publicisti Kim Mehmeti ka deklaruar se opozita ka urrëtie ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe nuk ka mendim kritik, çka sipas tij Kurtin e forcon. Mehmeti është shprehur se opozita gabon atë që nuk e kritikon Kurtin, kur duhet por e kritikon në gjërat që nuk kanë lidhje me të. Sipas Mehmetit, ata të cilët e duan Kosovën në këtë kohë, kur çdo gjë vlon dhe është e turbullt, nuk i personalizojnë gjërat. Ai që don Kosovën nuk i personalizon gjërat, ai që don Kosovën në këtë kohë, kur çdo gjë vlon e kur çdo gjë është e turbullt. Por këtu ndodh diçka tjetër. Këtu të gjithë këta dinë të sundojnë Kosovën, por nuk dinë të sundojnë ambincet e tyre, nuk dinë ta sundojnë atë në vetveten e tyre, dhe prandaj Kosova ka pasur sundues por jo shtet ndërtues. Pse? Kjo është shumë e lehtë. Mund të dëshmohet shumica e tyre që ndërtuan vila të bukura e të shtrenjta për veten, por institucionet i lanë këtu ku janë. Prandaj ndonjëherë duhet të merret dhe me çfarë është trashëguar ai që ka marrë në dorë shtetin. Këtu opozita gabon në diçka, nuk e kritikon aty ku është e kritikueshëm, por e kritikon në gjëra që me të vërtetë nuk kanë lidhje me të. Këtu ka urrëtie ndaj Albin Kurtit, nuk ka mendim kritik ndaj tij dhe kjo e forcon atë. Këtu ka thjesht urrëtie, ushqini debatet çka janë, pra ajo është në kufime iracionale, ka thënë Mehmeti.